pjesën absurde të prokurorëve për të dënuar 45 vjet çdo njërin prej udhëheqësve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe për hir të vërtetës se pata vështirë që të mund shkruaj një fjalë në fillimin e fund, sepse përballë një situate të tillë, fjalët nuk janë as pak lehta për të gjetur. Ndërkohë që ndër disa mendime që besoj mund vlen të ndahen me ju këtu. I pari ishte mendimi se kush është sot në të njëjtën godinë pothuajse që vuan gënim pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare. Sot të dënuar nga ajo gjykatë, ose më saktë nga drejtësia ndërkombëtare, janë Radovan Karadžići, i cili dënua me burgim përjetshëm për një epokë të tërë terrori dhe spastrimi. Ratko Mladići, i cili u dënua po ashtu me burgim përjetshëm si fytyra e makinerisë së shfarosjes dhe autori i damkosur botërisht i masakrës së 8.000 njerëzve të pafajshëm në Srebrenicë. Një farë Stanislav Galić, i cili u dënua po ashtu me burgim përjetshëm për terrorin e snajperëve që shënjestruan fëmijë dhe gra, si të ishte një safari njerëzor. Një farë Milan Lukić, i dënuar në përjetësi për krime që lën pa fjalë dhe fjalorin e më të keqes.